Policia e Kosovës ka njoftuar se në bashkëpunim me prokurorinë speciale ka kryer bastisje në lokacionin e të arrestuarit M.J. si i dyshuar për krime lufte në Mitrovic. Në komunikat bëhet e ditur se gjatë bastisjes janë gjetur dhe sekuestruar dëshmi nga të cilat dëshmohet se M.J. ka qenë imobilizuar dhe pjesë aktive gjatë periudhës së luftës në ish-armatën jugoslave. Ai dhe të tjerët po dyshohen se kanë ekzekutuar 23 intelektual mitrovicas gjatë luftës në Kosovë. Për të mbuluar krimet, po dyshohet se i kanë varrosur viktimat në Kalludër të Zubin Potokut. Në këtë lokacion ditë më parë u gjetën mbetje mortore, të cilat do të procesohen tutje për identifikim. E ashtu quajtura Brigada e Veriut lëshoi një kërcënim ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës që përruajnë lokacionin në Kalludër të Zubin Potokut, ku dyshohet